Është me rëndësi që me 19 tetor të votojmë koalicionin në Vlen edhe për kryetar, edhe për listën për këshill, sepse ky koalicion do të ndërtojë 2 shkolla të mesme, jo 1, 2 shkolla të mesme të cilat po ndërtohen dhe të cilat janë në lagjen 8x1. Është i rëndësishëm që me 19 tetor të votojmë koalicionin Vlen, që për herë të parë Tetova mund të jetë ndër qytetet e rradha dhe komunat e rradha në Maqedoni, apo të vetmja, nuk e di si është në Shkup, e cila në kuadër të shkollave të saj do të ketë pishin që fëmijët tanë të mësojnë notin. Pra për herë të parë, jo 1 pishin, po ka nisur ndërtimi i 2 pishinave në kuadër të shkollave fillore Kirili dhe në të shkollës fillore në Efrata. Është e rëndësishme që me 19 tetor të votojmë koalicionin Vlen, edhe për ekonominë tetovare dhe për turizmin tetovar.